Partia Socialiste ka mbledhur kryesinë e saj për të shqyrtuar strategjinë elektorale për zgjedhjet parlamentare që pritet të mbahen në verën e vitit 2013. Kjo strategji e miratuar në punimet e Asamblesë Kombëtare të 19 nëntorit përbëhet nga 3 shtylla bazë që janë strategjia komunikative, strategjia organizative dhe ajo administrative. Burime brenda Selisë Roz bëjmë dije se në këtë mbledhje të kryesisë është diskutuar vetëm për aspektin organizativ të strategjisë elektorale të Partisë Socialiste. Nga të njëjtat burime mësohet gjithashtu se një pikë e diskutimit ka qenë edhe rishpërndarja e të deleguarve për çdo qark elektoral. Çështje kjo që shkaktoi shumë diskutime dhe debate të brendshme, kur në mbledhjen e kryesisë në janar të këtij viti u vendos skema e rishpërndarjes së delegatëve në qarqet elektorale, duke sjellë pak kënaqësinë e disa figurave kryesore të Selisë Roz, që pas shumë vitesh kontributi në zonat e tyre zhvendosen në zonat të tjera. Kështu deputeti Bemblushi kalon nga Korça në Elbasan, Arben Malej nga Vlora në Kukës, apo Erion Braçe nga qarku i Beratit në atë të Korçës. Me gjithë pakënaqësitë e shumta, anëtarët e kryesisë socialiste kanë vendosur që të mos bëhet asnjë ndryshim, duke konfirmuar vendimin e 11 muajve më parë. Pritet gjithashtu që pasi strategjia elektorale të shqyrtohet dhe të miratohet e plot nga kryesia, të mblidhet asambleja e Selisë Roz, ku kjo strategji do të miratohet në mënyrë përfundimtare. Strategjia elektorale e Partisë Socialiste ka në boshtin e saj rilindjen e ekonomisë, arsimit, shëndetësisë dhe vizionin qeverisës me cilin partia më e madhe opozitare në vend do të paraqitet para shqiptarëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare.